Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin për të ndarë letrën e radhës. Tani do të ndaj një letër që me të vërtetë është shumë e dhimbshme. Është një letër shumë e ndjerë, është një letër që ka një emocion të tmerrshëm. Janë fjalët e një vajze e cila është dashuruar dhe është martuar me burrin e motrës. Përshëndetje Tiranë. Nuk e prisja se do të vinte momenti që unë të shkruaja këtë letër. Për mua është një nga letrat më të turpshme që unë kam shkruar dhe që tani e kuptoj gabimin e madh që unë e kam bërë. Sot jam një vajzë 38 vjeçare. Jam rritur në një familje shumë të edukuar. Baba im ka qenë profesor në shkollë të mesme, ndërsa nëna ime ka qenë edukatore. U rrita bashkë me motrën time. Motra ime ka qenë në një vit më e madhe se unë. Kur ishim në shkollën e mesme, pikërisht në 18 vjeç, motra ime u fejua dhe gjeti një djalë shumë të mirë. Tani me rrogën e babait ne nuk mund të siguronim të ardhmen tonë ashtu ne si donim, të blejmë fustane të bukura, të blejmë taka të bukura, të jetojmë vikendeve, nuk mundeshim ta bëjmë atë gjë. Dhe unë si fillim fillova ta xhelozoj motrën që unë nuk mundesha të gjeja një burr të tillë. Burr me shumë lekë. Motra filloi ta ndryshon jetën. Filloi që të blen gjëra origjinale. Filloi që të ikën në përfundjava. Filloi që të shijon pushimet verore. Filloi që të kënaqet me partnerin e saj, gjë që mua më ndikoi jashtëzakonisht shumë. Nuk e di se çfarë më bëri që unë të mbyll syt. I mbylla syt komplet. Edhe vazhdova rrugtimin tim. Rrugtimi im nuk ndaloheshte. Unë çdo ditë duke u munduar që t'i futem motrës në vatër. Shkoja tek ajo pikërisht kur ai ishte në shtëpi. Ai ishte shumë i bukur burri i saj. Kishte një trup shumë joshës. Edhe unë sinqerisht kur e shikoja gjithmonë eksitohesha. Mundohesha që ta provokoja në të gjitha format, mundohesha që ta bëj për vete. Mundohesha që t'ja marr vëmendjen. Dhe duke ndenjur tek shtëpia e saj, ne filluam që të afrohemi shumë. I flisja keq për motrën time, për karakterin e saj. Dhe ai filloi që të flet me mua hapur, filloi të flet fjalë që unë si kisha dëgjuar. Kur e kuptova atë që në disa gjëra karakteri i motrës time nuk i pëlqente, unë fillova që të ndryshoj pllakën. U bëra një njeri krejtësisht ndryshe, duke u munduar që të nxjerr anë të motrës time që ndoshta ajo edhe nuk i kishte. Ai filloi që të afrohet shumë me mua. Dhe një natë prej netësh, ai ishte vetë në shtëpi, edhe unë, teksa unë fillova që ta provokoja. Ju ula në prehër dhe ai nuk më tha jo. Filluam dhe bëm gjën më të bukur tonën. Ishte momenti që unë nuk e kisha imagjinuar. Dhe ai më tha ti qenë ke komplet ndryshe. Prej asaj dite filluam që të takohemi më shpesh. Dilim në për restorante, iknim në për hotele, shkonim në për party, më thënë kalonim momentet më të bukura me njëri tjetrin. Momente që nuk i keni imagjinuar kur më parë.
Familja jonë nuk e dinte raportin tonë, nuk e dinte askush. Ne raportin tonë e kishim të fshet, e kishim intim. Askush nuk e besonte që ne kishim arritur deri në atë pikë. Kur iknim në pushime iknim bashkë. Dhe atje kënaqeshim të dy. Motra dilte me kalamajt në plazh, ndërsa unë me atë në hotel bënim namin. Por kaluan 6 muaj në këtë forë dhe unë edhe ai vendosëm që të marrim rrobat edhe të largohemi. Motra nuk dinte asnjë gjë. Unë atëherë mendoja që më kishte kapluar djalli dhe mendoja që po bëj gjën më të bukur në jetë. Po kënaqem, po jetoj, po argëtohem. Por fatkeqësisht nuk ishte qenë ashtu. Unë kisha shkatëruar dhe kisha lënduar shpirtin e motrës time. Ditët kalonin shumë shpejt dhe ne vendosëm që t'ikim. Kur vendosëm që t'ikim, aty më u kuptua që unë kam ikur me kunatin tim. Baba i pësoi në frakt, nëna gjithashtu, u bë një dramë e madhe në familjen tonë, motra e përjetoi shumë keq, fëmijët e përjetuan shumë keq, ndërsa ne të dy thonim kemi dashurinë tonë sepse unë kisha lekët. Por ka 2 vite që jetojmë në Itali, ky është penduar shumë, sepse raportet me familjen i ka rregulluar, nga që familja e kuptuan që unë isha ajo iniciatorja, por tashmë unë kam mbetur shumë keq. Nuk kam raporte me motrën time, nuk kam raporte me timat, nuk kam raporte me nënën time. Nuk e di se si t'ja bëj, nuk e di se nga të shkoj, por thjesht do me thënë zemra më digjet dhe kërkoj shumë falje për gabimin që kam bërë. Më falë motra ime, e di që nuk ka fjalë që mund të më falë mua, ky është gabimi më i madh i jetës, por do kisha dashur që një herë të ulemi të dyja, të bisedojmë, edhe të ma dëgjosh hallin të cilin e kam, sepse ky është halli më i vështirë dhe më i tmerrshëm që ti mund të kesh dëgjuar. Unë vërtet kam vuajtur shumë, vërtet kam hequr shumë dhe vuajtjet e mia nuk kanë fund. Në fakt këto janë fjalët që kjo vajzë ka shkruar për motrën e saj. Unë dua të marr mendimin tuaj, dua të marr atë komentin tuaj. Unë e di që ajo nuk do ta falë, sepse nuk mund të falësh një mëkat dhe një gabim të tillë, është tmerri më i madh që mund ta bësh në botë. Thënë këto gjëra nuk falen, këto janë gjëra që janë shkatruese, denigruese dhe nuk falen, por dua të marr mendimin tuaj në koment, jepni ju mendimin për atë se çfarë po ndodh dhe çfarë e ndjeni. Përshëndetje të dashur miq të kanalit tim Rrëfime Jete. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë letrën e radhës. Tani pranë jush do të sjell lotët e një gruaje e cila për vite të tëra po kalon një tmerr në jetën e saj, po kalon një vështirësi shumë të madhe dhe po kalon një shokim që në thelb vetëm ajo e di. Ajo ka lënë një letër, dëshiron që të merr mendimin e të gjithë juve për jetën e saj, për atë se çfarë në fakt ajo duhet të vepron. Përshëndetje Tiranë. Unë që po shkruaj këtë letër, jam një zonjë e cila vjen nga një zonë e Shqipërisë. Fillimisht një herë të falenderoj për këtë mundësi që na e ke dhënë që ne të shprehim ndjenjat tona. Jam nën e 4 fëmijëve, 2 vajza e 2 djem. U martova me shkuesi në ato vite. Mendoja që martesa do t'ishte ashtu siç unë kam parë tek familja ime, ku i ma të respektonte ti me më dhe i me më respektonte i matë. Por në fatin tim ndodhi ndryshe. Që në ditën e parë kur unë u fejova, jeta ime ndryshoi. Buri im filloi që të silleshte ndryshe.
më poshtronte, më ofendonte, më quante katunare, më quante femër pa dinjitet. Edhe fjalë nga më të tmerrshme, nga ato që unë as nuk doja t'i dëgjoja e as nuk doja t'i besoja. Gjithsesi, mundohesha që ta përballoja ofendimin që më bënte ai. Përpos ofendimit, ai që në fillim ishte alkoliçar i fortë. Mami e shkreta ma dinte hallin. Babi ma dinte hallin, por nuk kishin se çfarë të bënin. Më thonin mua që kujdes me atë njeri. Nuk mundesh të ndahesh, po u ndave do flasin lagja, do flasin zona, do thonë bia e filanit dhe fistekut bëri këtë gjën. Bia e filanit bëri këtë gjën dhe unë mundohesha që të përballoja çdo gjë, edhe goditjen, edhe shkelmin, dhe gjithçka. Natën kur u martuam, e jëma, vjera ime, gjasme i foli, gjasme e këshilloi. Mendova që raporti do të ndryshonte krejtësisht. Por raporti nuk ndryshoi. Ai vazhdoi me të njëjtin ritëm, vazhdoi me të njëjtën sjellje. Silleshte me mua sikur unë isha kafsh, po edhe kafshët e isha, nuk e përballoja dot gjitha të dhunë, gjitha të torturë, por ai e bënte pa pikë turpi dhe nuk mërziteshte fare se si ndjesha unë. Duke më dhunuar dhe torturuar, më la shtatzën në fëmijën e parë. Ishte shtatzania më e padëshiruar, por s'kisha ç'bëj, mami më thonte duhet ta vazhdosh. E ke burr, e ke me patjetër. Dhe unë duroja gjithçka për të vazhduar jetën me të. Duroja çdo ofendim, ofendime nga më të rëndat. Pastaj, kur më lindi djali i parë, dhuna e tij nuk ndaleshte. Unë isha leon kur ai më rihte, më maltretonte, më keqtrajtonte dhe më bënte më të keqen. Heshtja, duroja, punoja si qenë në shtëpi, gatuaja për ditë, sepse nuk doja që t'ja hapja gojen se më kishte lodhur më, duke më rahur, dhe thjesht doja që ai të mos kishte më arsyen të vazhdonte. Kështu vazhdoi dhe në fëmijën tjetër, dhunë, torturë, rrakje. Çfarë nuk më bënte? E unë e shkreta e duroja dhe vetëm e duroja. Me thënë të drejtën më dhim se shtevetja, po kujt t'i tregoja? Askush nuk më dëgjonte. Dhe këto ishin momentet më të vështira, sepse duheshte të duroja dhunusin, njeriun që ma shkatronte jetën. U bën shumë vite, është e njëjta histori. Ai çdo natë kur kthehet në shtëpi më rref, çdo ditë kur kthehet në shtëpi më maltreton, më keq trajton. Nuk e di se kujt t'ia tregoj hallin tim. Jam në një hall që në të vërtet nuk e di njeri. Lagja e din vuajtjen time, por unë kam arritur në atë moshë më që nuk duroj dot, jam bërë plak. Sot në 58 vjetët e mia, ai nuk ndalon së më rahuri. Më gjuan me gota, më gjuan me tabulla, më gjuan me luk, me thike, me pirur, dhe unë nuk di se çfarë të bëj. Nuk di se ku të drejtohem, nuk di se kujt t'i them që aman të lutem më shpëto. Nuk e di se si do të shkon jeta ime. Nuk e di se në çfarë forme unë do t'i drejtohem jetës, por kam nevojë të jetoj. Kam nevojë të jem njeri i lirë. Dua të marr mendimin tuaj.
Në fakt kjo është kjo letër që kjo zonjë ka shkruar, do me thënë e keni parasysh me çfarë historie kemi të bëjmë. Kemi të bëjmë me një grua që ka jetuar gjithmonë në torturë, kemi të bëjmë me një grua që ka sakrifikuar jetën e saj për hatër të mentalitetit, për hatër të kulturës, për hatër të atyre njerëzve të cilët flasin lart edhe poshtë, shpifin lart edhe poshtë, të atyre njerëzve që nuk din të kuptojnë dhimbjen e tjetrit. Kjo grua ka jetuar në këtë trishtim dhe për këtë gjë, në fakt ka shumë pikpyetje se çfarë duhet të bën. Unë mendoj që je në vitet që nesër ndoshta nuk je më, duhet t'i falenderojsh Zotin me patjetër për ditët që ke jetuar, për kohën që të ka dhënë. Më vjen shumë keq që je ndikuar nga mentaliteti dhe ke përzgjedhur të jetosh me vuajtjen dhe ke përzgjedhur që vuajtjen ta bësh shok. Unë uroj me shpirt që ty të ndryshosh. Tani është koha që ti të shohësh veten, t'i japësh respekt vetes tënde dhe më pas, do me thënë, të merresh me njerëz të cilët vërtet duan të t'ulin, edhe njerëz të cilët vërtet duan të dëmtojnë dhe të përfitojnë prej teje vetëm në kurrizin e tyre. Unë uroj me zemër që ti të mendosh për veten dhe jo për të tjerët.